Në çfarë mënyrë haxhi duhet tek njerëzit ta rithekson këtë rëndësi të tauhidit. Se ne dimi se Allahu, inna Allaha la yaghfiru, nuk fal që ti bëhet shirk, që ti do të thonë të llogaritet dikush të i barabartë me Allahun në adhurime. Po, kjo është çështja themelore, kjo është çështja bazore e fesë Allahut Azza wa Jall. Dhe normal edhe në haxh, edhe në çdo ibadet, patjetër që kthehet besimtari te ai thelbi i Islamit, pa të cilën nuk vlen asgjë. Sado që tjetë udhëtimi i gjatë, sado që tjetë mundi i madh, sado që tjetë koha, shpenzimi, harxhimi, në fund pa këtë që u përmend, pra pa la ilaha illallah, pa thelbin e fesë, nuk vlen asgjë. Dhe ne edhe në haxh, patjetër është një përkujtim i madh që ne t'i kthehemi esencës atij thelbit në haxh. Pse jemi në haxh? Për hir të Allahut Azza wa Jall. Çdo ibadet njeriu që e ban, ta ban me për kushtimin më të madh që ky ibadet dhe çdo ibadet tjetër i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Labbaik Allahumma labbaik. Ne ty të përgjigjemi o Allah, për ty ne kemi ardhur deri këtu. Jemi përgjigj thirrjes tënde. Mirë po, la sharika lak. Kjo nuk guxon të ndahet, kjo nuk guxon të lihet anash të harro. Ka pas një pjesë shtesë illa shariken jaltahu lak. Do të thonë përveç të përgjigjem ti nuk ke shok, nuk ke të barabartë, përveç atë që ti vetë se ke bëu. Në këtë mënyrë ato e kanë rënuat idenë e prish. Tash nëse kthehemi po edhe namazin, edhe agjerimin, edhe zekatin, edhe haxhin, edhe krejt ibadetit, gjithë jetën më ia kushtu. Një herë me prish shahadetin bie në ujë krejt. Thonë nuk vlen kur gjë. E tash ne në këtë rast është për kujtim që ne nuk guxojmë me harru, nuk guxojmë me lënë anash. La sharika lak. Nuk takon ty shok, nuk takon ty ortak. Allahu është i vetmi që e meriton këtë adhurim dhe çdo adhurim. Dhe nëse e shohim pastaj telbia la sharika lak. Pastaj fillimi me gurin e zi, bismillah Allahu akbar, apo Allahu akbar, çdo gjë të lidhet vetëm me Allahun. Kalon në 2 rekat që i fal pranë mekami Ibrahimit dhe lexon Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. To asnjë prej këtyre nuk janë të rastishme në fenë Allahut. Qul ya ayyuhal kafirun ajetet të cilat i përfshin kjo sure ka të bëjë me çështjen e tauhidit. La a'budu ma ta'budun. Unë nuk e adhuroj atë që ju adhuroni. Në rekatin tjetër, qul huwallahu ahad. Thuaj Allahu është një. E kështu me radhë, në kodrën Safa dhe Marwa, në secilën ngritje dhe zbritje, ngritet dhe la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gjitha këto në Arafat, gjitha këto e përkujtojnë besimtarin që mos e harro atë çështje e cila është thelbësore, që gjitha këto ibadete i takojnë vetëm Allahut dhe pa këtë gjitha këto ibadete nuk vlen. Shndron në pluhur dhe hije, dhe hije nuk ka dobi prej tyre. Sigurisht. Dhe krejt këto veprimet e haxhit na rikujtojnë nevojën që të kujdesemi për imanin tonë, për tauhidin tonë, për besimin, pa të cilin, siç e tham, çdo gjë e humb vlerën, çdo gjë shndrohet në diçka që nuk e ka vlerën. Prandaj imani është ajo që ajo komponent, ajo pjesë e ibadetit, pa të cilin ai ibadet nuk mund të quhet ibadet. Sigurisht. Se qëllimi i ibadetit është me bëu vepra të mira që i do Allahu subhanahu wa taala dhe që i pranon, por me qëllim vetëm për ta madhruar dhe për ta kujtuar Zotin e gjithësisë Allahun subhanahu wa taala.